Bashkimi Evropian nuk po mundet të arrijë hapin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës dhe duhet të veprojë urgjentisht për të kryer reforma ekonomike për të shmangur mbetjen mbrapa, tha të martën autori një raporti kyç. Ish-kreu i Bankës Qendrore Evropiane dhe ish-kryeministri italian, Mario Draghi, lëshoi paralajmërimet e ashpra një vit më parë në një raport prej 400 faqesh, duke i thënë Evropës se kishte nevojë për ndryshime të shpejta për të mbajtur ritmin me rivalët global. Qytetarët evropian janë të zhgënjur me ngadalësinë me të cilën lëviz BE-ja. Ata na shohin ndërsa dështojmë të arrijmë shpejtësinë e ndryshimit me vende të tjera, tha ai në një konferencë në Bruksel. Një vit më vonë, sfidat me të cilat përballet Evropa janë bërë vetëm më të mpreta, paralajmëroi Draghi, me rendin tregtar global që po ndryshon që nga ardhja në shtëpinë e bardhë e presidentit të SBA-s Donald Trump në janar, tensionet tregtare, borxhi i lartë publik mes vendeve të BE-s dhe ekspozimi i varësive të larta të Evropës nga vende të tjera i kanë kujtuar bllokut me dhimbje se mosveprimi kërcënon jo vetëm konkurrencën, por edhe vetë sovranitetin ton. Duke folur para Draghit, shefja BE-s Ursula von der Leyen tha gjithashtu se bloku prej 27 vendesh duhet të vepronte më shpejt, ndërsa mbrojtja arritjet e saj. Ajo vuri në dukje hapat e ndërmarrë nga Brukseli për inteligjencën artificiale, shpenzimet më të larta të mbrojtjes dhe uljen e burokracisë për ta bërë jetën më të lehtë për kompanitë. Por ajo kritikoi Parlamentin Evropian duke sugjeruar se po vepronte shumë ngadalë në miratimin e shtytjes së Komisionit Evropian për të ulur barrën administrative. Ne kemi nevojë për veprime urgjente për të përballur me nevojat urgjente, sepse kompanitë dhe punëtorët tanë nuk mund të presin më, tha ajo.